Po filloj me atë që do të bëjmë përpjekje maksimale për mos me urry dhe mos me u zhgënjy dhe mos me i zhgënjy edhe të tjerët. Shpesh dikush e nisë mbare mirë, por njëra nga duat është madhështore, brillante, o Zot, na bën nga ata që të tjerët nuk zhgënjehen në ne asnjëherë. Është dhuratë e madhe që Zoti më ta mundësu që askush mos më u zhgënjy në ty, në besueshmërinë që e ka pas për ty, në atë besimin e thukt, të palohatshëm që e ka pas, deri në fund. Sa zhgënjemi madh tek masa kur të zhgënjehen në veprimet e dikujt që i kanë besu, e ajo i zhgënjem mund të rikthehet në mohim, në refuzim, në urrëtie, dhe Zoti na rujt me prishë dhe një udhëzim. Dashurit e mi, të mos dëshpërohesh, të mos kesh smir, të mos biesh në pesimizëm, mos u dëshpëro kur. Të mos humbësh shpresat dhe do të shikosh në veten tënde një rezultat mahnetës. Në moment që nuk të urresh, në moment që zemra jote nuk bart smir urrëtie, betohem në Zot se do të shërohesh edhe nga smundjet fizike që mund t'i kesh në trupin tënd. Në moment që të kesh smir, inat, urrëtie, për Zotin e lum fizikisht me qenë mirë, ke me usmu. Ka me ardhë, thot smundja ka me ardhën. Do të shikosh se ti do të shërohesh me të vërtet prej sëmundjeve tua në atë moment ku nuk urresh. Kjo është provë e vështirë, e cila kërkon prej teje dhe për meje përpjekje të vazhdueshme, po jo vetëm, përpjekje të përhershme me veten tënde. Ndoshta për vite e vite të tëra duhet të shoqëroj përpjekja maksimale e vazhdueshme dhe e përhershme të mos e zhgënjesh veten dhe të mos i zhgënjesh të tjerët. Nuk është një javë jam koni mirë. Asnjë fjalë. Nuk është e mjaftueshme 2 javë e kemi qenë mirë boll. Këta tash të vazhdojmë edhe ndryshe. Jo, dashurit e mi. Përpjekje maksimale tër jetën. Për këtë kjo dini Zotit e ka rrugën e gjatë. Nuk e ka të shkurt. I keni vrejdo në mes të rrugës dëshpërohen. Në mes të rrugës lodhen. Në mes rrugës tërhiqen. Ky dini Zotit është rrugë gjatë. Don përpjekje të vazhdueshme dhe të përhershme. Nuk mjafton veç një fazë të jetës me qu mirë. Të gjitha fazat e jetës deri në frymën e fundit duhet na shkojnë bare mirë. Dhe kështu e lusmi Zotin Dhul Xhelal që të jemi në punë të hajrit të vazhdueshëm dhe të përhershëm. Të dashurit e mi, më ka tërheq shumë vëmendje një ajet kuranor. Nga kaptina Taha, nga ajeti me numër 42. Ku thot I madhi Zot Dhul Xhelal, idhhab anta wa akhuka bi ayati wala tania fi dhikri. Shko ti dhe vëllau yt. Këtu bëhet fjalë për Musën alayhis salam dhe për Harunin. Shko ti dhe vëllau yt me argumentet e mia dhe mos përtoni në përmendjen time.
Dashurit e me një mësim bazik të shpejt. Gjithmonë do thotë nuk duhet të përtojmë. Po sikur që gjithmonë kur të shkojmë dikon, duhet jemi të argumentueshëm. Jo hajgare gjibre, burr. Të ka thirrë dikush, ty si hoxh, apo ty për një fjalim, me një darsëm, me një diçka, me një aheng, me një tubim, të ka thirrë, ti dush me pas një para përgatitje. Ti dush mu para përgatit, jo dhe me dalë aty do thot sa shkon në lindje e vjen do thot në perëndim. Askund nuk lidhe do thot mohabeti yt. Shko argumentueshëm, po dhe çdo kund ku të shkosh, gjithmonë shko duke e përmend të madhin Zot Dhul Xhelal. Wallahi billahi, shejtani i mallkuar dhe njerëzit në tokë që e luajnë rolin e shejtanit frigohen dhe ikin nga personi që vazhdimisht e përmend Zotin dhe vazhdimisht është me abdes. Ik shejtani i mallkum, po edhe ikin edhe njerëzit që e luajnë rolin e shejtanit. Shko. Do të thot shemb negativitetin dhe ndërto pozitivitetin. Kur të shkojsh të hysh dikon në një tubim, në një shtëpi, shko për ta shemb negativitetin që e ka aja familje, aja shoqëri. Shko shembe dhe mbjellet e këta pozitivitetin. Gjithmonë të shkosh me këtë njetë, gjithmonë shko me këtë qëllim. E dyta, ti dhe vllajët shemb të këta ku të shkojsh, shemb individualitetin dhe ndërto kolektivitetin. Gjithmonë kur të shkojsh dikun, ka njerëz që janë vetjak, mendojnë disa që bota sillet rreth meje. Unë jam nishi, si kur mos jam unë ka me dështu projekti organizata, ky apaj, ju mëre burr, po ka pas njerëz edhe më të mëdhenj se sa ti, e nuk o shembe, nuk i ka humbë emni. Ti bile, me atë krenarinë e teprum që mund ta keshe, me atë mendje madhësinë e teprum, ti mundesh m'ia hupën. Ama shko, edhe ata që janë individualista, që kanë qef me jetu vetëm si individ, shko edhe mbjelle kolektivitetin. Punët, angazhimet bëhen me koleg, me shok, me dashamirës. Nuk bëhen vetëm kryen veti edhe si individ dhe si person. Shko dhe shembe këtë individualitet. E treta, shko me argumentet e mia, po thot Zoti, shemb kotësien dhe ndërto metod. Shko shembe mendësin, dikush do thot, më falni, shko shembe kotësin, dikush kot, është dikun, kot është me një pun, kot është me një aktivitet, është tepër, është te princë, për Zotin e lumë, a i ma shumë pengon se sa që të lejan për të realizuan. Shko dhe hiq jam njerëzve kotësien dhe ndërto metod, ndërto shembull, ndërto pasqyrë të mirë. Kjo është dini Zotit, dashurit e mi. Është art në veti. Është një fotografi më të mirën që mund ta lësh si punë e jotja, si të qenurit besimtari Zotit Dhul Xhelal. Shko mos për të pestën. Shko mos për të shembe të këta për ta cien dhe ndërto seriozitetin. Do e kanë hajgare mër jetën, krejt talava e kanë jetën. Shko shembe për ta cien dhe ndërto seriozitetin. Gjdo pun, gjdo aktivitet, gjdo fjall, gjdo paraqitje, kërkon seriozitet, kërkon shembulltyr të mirë, qëndrim, fjall burrore, fjall edukative, shko dhe mbjelle seriozitetin.
E gjashta, shko dhe shembe materializmin dhe ndërto hynurën. Shko, kur të shkojsh, janë i pjesë kime gjetë njerëzve, gjithë shka e kanë pare, gjithë shka e kanë materiale. Shko dhe shembe atë materializm, nuk është gjithë shka parja. Kam pas një xhamatli e thëjke, oj pare Allah si je, po punë të i kryn. A më punë të është e vërtet që i kryn, po Allah nuk është parja. E dikush Zotin arujt, ka orë ta bën parën gjithë shka. Jo, dashurit e mi, është mjetë për mi kry punët, mirë po nuk është gjithë shka për më ta bloku imanin, besimin dhe të menduarin tëndë. Kur të shkojsh të këta njerëz, shko dhe shembe materializmin dhe ndërtohe, zbrete, hynurën, dashurinë të madhit Zot Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelaluhu. Dashurit e mi, besani që si kur të përfundon gjumaja veç me këtë mesazh për ta marë, për ta kuptu edhe për ta jetësu në jetë, është e mjaftueshme dhe jam i kënaqur. Për këtë, një ajet kuranori vetëm që simbolizon metodën e të jetuarit. Ky ajeti kaptinën Taha, ajeti me numër 42, simbolizon metodën e jetuarit. Bëjen jetin tënë të mirë që Allahu ta rregulloj gjendjen tënde dhe timën. Bënën jetin. Dëshiroje të mirën tjetrit për një arsye, që të vije mirë aty. Kush ja dëshiron të mirën tjetrit? E mira ko me orë të te, e mira ko më të kaplu tyje, e mira ko më taku me tyje, e mira ko më ndesh me tyje. Ko me qenë shoku ma i ngusht i yti, vetëm duke ja mendu të mirën dikujt, e mira vjen të këne. Allahu e më shërof Muhammed El Ghazalin që ka që bukur do thot e sjell në vëmendjen tonë këtë shembull gjigant. Të dashurit e mi, shpesh njerëzit nderojnë zullumçarin dhe poshtrojnë viktimat. Shpesh njerëzit nderojnë zullumçarin. Nga njerë me vetdije, nga njerë pa vetdije, nga njerë me dashje, nga njerë pa dashje. Mirë po shpesh nderimin ja bojnë zullumçarit. Kjo të vret fort. Sidomos kur ta pash një njeri familjar, kredibil, duke i shku mbrapa një zullumçarit, një dashakeqit, të fejes e të dhejut, të familjes e të shoqërijës, vërtet dhem. Dhe zatën, nga njerë ndoshta e merë atë bot kuptimin, thu, po dhe që ky që ati shku mbrapa këtina, me siguria në sikuraj. Me siguria në sikuraj. Në asot zdoj me i kësaj teme se unë po kam qef me zbut pak këtë. Inshallah nuk është sikuraj, po e ka ndë një imponim. Mirë po duhet jetë shumë i menqër, kujna do thot po i shkon mbrapa. Kur brezat të tërë, njëri pas tjetrit, diktatorët sundojnë në një vend. Me vite, diktatorët sundojnë në një vend. Kanë shku me vite, ka marrë një pasë dhe nuk i liran vend, as kujt, me vite. Ka mbjell një lloj diktaturaj, atëherë banorët ati vendit, duke u ambientu me instiktin e rujtjes së jetës, nderojnë zullumçarin dhe poshtrojnë viktimat. Janë hipnotizu, thojnë këtë gjuhën asfaltume. Janë mësu, janë adaptu me dëbamat e tyre, sa që këtyve ju duket njëjt, ju duket edhe fillojnë duke i nderu edhe i respektu zullumçarët, sa që ka njëherë edhe bukur shumë e ngritin zërin në mbrojtjen e zullumçarëve. E mos shkojmë dikush shkon edhe ma larg duke u lutën për ata zullumçarët. Sepse kë përfiton nga dëbamat, nga qeverisja e tyre, nga udhëheqja e tyre ka pak, dhe ky mendon qysh jam duke përfituone,
krejt njerëzit janë të përfitu kështu. Jo, mërë vllaja. A janë Verhoxha I ka pasën, që po kërkoj falje në gjuma që pja përmeni emnin atina, e ka pas një grup njerëzish që kanë përfitu nga ajë. Dhe ai grup njerëzish ja kanë bërë reklamën atina se ky njeri është njeriu I drejtë. Mirë po, stresat e shoqërisë, zona të shumta e qytete, shumica mbi 90% kanë jek e ai sistem u bë I keq edhe për hajvanat, jo vetëm për njerëz, edhe hajvanatët kanë jekën. Edhe kur hekshin hajvanatët, një pjesë e këtyre njerëzve edhe sot bile lutën për Enver Hoxhën. La ilahe illallah, Allah I na ruajt. Dashurit e mi, këshilla e 4 me radh është nga Alija Izetbegović, një burr I madh I Ballkanit, një njeri strateg, një besimtar, shumë I thellë në Zotin Dhul Xhelal, sikur që edhe një njeri që ka lanë gjurë pozitive në gjithë botën islame e magjër. Thot, muslimani është në mes dy zgjedhjeve, që nuk ka të drejtën, thot e para, ose muslimani duhet të ndryshoj botën, ose të dorëzohet atij ndryshimit. Këto dyja, treta s'ka. Na lutëm që t'jemi në të parën, që të bëjmë përpjekje maksimale me ndryshuan familjen tonë, rrethin tonë, shoqërien tonë, e inshallah kemi ndikim edhe ma larg, do thot me ndryshu diçka. E mos të bëhemi nga të dytit, që ju dorëzohet ndryshimit. A ju dorëzohet ndryshimit, ky është vetëm si individ këtu. Ju përshtatet çka do që na u servohet neve. Gabimi më I madh I një muslimanit është me u dorëzun këtë dytën, me ju dorëzun ndryshimit. Bile tash është larg kemi shku edhe ne si shoqëri pak, që bukur shumë më vret do thot kjo, jemi kulturu shumë, mbrapsht jemi kulturu, sa që të gjitha të hujave, çka na u servohen neve, jemi t'i marrë si të mirëqena, të pranueshme, koha është, pa tjetër dëmi ju përshtat, a vjen për Gjermanisë, a vjen për Amerikës, a vjen për Zvicrës, a vjen për Holandës, a vjen për Belgjikës, a vjen për Turkijës, a vjen për Arabijës, a vjen për Serbijës, çka du, ndryshim, koha o gjëveni, e njëri nga ulemat thot, koha mund të ndryshoj njerëzit, mirë po brumin e tyre, kur nuk mund të ndryshoj. I festshmi, I qiltërt, I festshmi, ka me mbeti mirë, I festshëm, edhe nëse flen në kasht. E kundërta e festshmit, a jo I miri. Ka me mbeti jo I mirë, edhe nëse është I pështjelt me mëndafsh. Koha mund të ndryshoj, po brumin e njerëzve kur nuk mund të ndryshoj. E jemi të pa një pjesë që ju kanë dorëzu ndryshimit, brumin nuk e kishin pas të mirë. Ja kishin shti pa forë, ja me vënez, diçka ishte bohen. Kështu që brumi nuk ishte ka një mirë, për këtë arsye do thot kanë ndryshuar me të madhe. Dashurit e mi, Islami është dynja e mirë, thot njeri nga ulemat e Shami Sherifit. Islami është dynja e mirë, dhe të njëjtën kohë Islami është ahiret I mirë. Dy botë të përqafuara me njëra tjetrën dhe jo të ndara. Absolutisht nuk janë të ndara këto dy botë. Dynjaja nuk ndahet prej ahiretit, sikur që ahireti nuk ndahet prej dynjas. Punët e mira të dynjas na çojnë në xhenetin e ahiretit. Punët e mira, qa do të thot, ndërtoje këtë botë, rregulloje këtë botë, mbushe me mirësi e begati këtë botë, shfrytëzoje maksimum të mirën legjitime halal të kësaj bote, sepse vetëm duke ndërtu qëtë botë, ka më na ndërtu Zoti Dhul Xhelal atë vendin tonë në xhennet, duke neglizhu qëtë botë, duke mos I dhonë kur farëndësien këtë botë,
mos pretendojmë në xhenetin e botës tjetër, dashurit e mi. Ibn Taymija thot, nuk ka mundësi me fitu xhenetin përveç se me punë të kësaj dynjaje. Zoti, ati qofsh mi fal, Rabbana atina fid dunya hasana, thot, o Zot, na jep gjithat mirat e kësaj bote, o Zot sa madhështore, o Zot sa e kanë harru muslimanët këtë, një pjesë e madhe, e bojnë një jetë zëmë, duke pretendu, ne, kjo botë është e qafirav, kjo botë është një koridor i kalimit, nuk është një dhume qëndrimit, bla bla bla. O, dofshërit e me, janë binta është një pjesë e qytyve, këtë po kanë qef me shku që atje ku e kanë ndërtu dynjona, po e qafirav, është ma mirë, ma komod, ndërtu e vendin tanë, dofshërit e me, regullu e vendlindjen tane, le gjurëm të mira, se vetëm kështu kina me fitu, komë na i dhonë Zoti edhe dynjan edhe ahiretin. Atëherë, thët, përse ndojmë atë që Allahu e ka bashku? Pse ndojmë? E ndojmë, veç kemi qef me ndërtu veç ahiretin, veç xhenetin. Thët, pse ndoni atë që Zoti e ka bashku? Dynjan edhe ahiretin, Zoti i ka bot të pandara. Të pandara. Mësimi radhës, dashurit e mi, mësimi i Kuranit është projekt që nuk nje dështim. Mësimi i Kuranit është projekt, nuk nje dështim. Sikur të qëndrash me 10 vite duke mësuar dhe nuk i a ke arritur, ti përsëri nuk ke dështu. Përsëri nuk ke dështu. Paraftyro vetën shpërblimin e leximit gjatë të ti të Kuranit. Dikush i tha Hasan al-Basriut, filani jahfadhu, me një fjalë filani e ka rujt, e ka memorizu, e ka mësu Kuranin, e a i tha, Kurani e pas ka rujt ata. Na shpeshtojnë, po e kom lexu, e kom mësu, bam, po s'kum, që këshka e ke mësu, që ta shka e ke mësu, që kja ty të ka rujtën. Edhe kja është madhështore, dashurit e mi. Nëse dëshiran bereqet për kohën dhe për punën tane, atëherë cakto për vetën në mesin e shumësis së takimeve tuaja, një takim me Kuranin. Na kemi edhe lojmë termine nga më të ndryshme për ta taku shokun, kolegun, mikun, dajën, ata e këta. A kemi lojmë dhe apo lojmë na i termin me lexu Kuranin. Mrena 24 orëve unë e kam filan orën për të lexu Kur'an. Për Zotin e lumë kam pasën një profesor timen atje ku kam studiu, aje ka pas të shkruar edhe në derën e hyrjes së shtëpisë së tij. Nga kjo orë, në këtë orë, jam duke lexu Kur'an. Jam duke lexu Kur'an. Në për shtëpiat e tona, sa e ndëgjojmë, kemi kohë për të alëshu në mëngjes, kush zgjohet i pari dhe flan i fundit, me ndëgju diçka nga dynjaja, e nuk kemi mundësi me ndo nga programi 30 minuta, 15 minuta, me ndëgju s'paku fjallën e Rabbul Aleminit. Do të ndajmë, do thot nga koha jonë. Të dashurit e mi, thot Muhammed el-Ghazali, unë nuk friksohem prej njeriut që mundon, që mendon edhe nëse është i humbur. Nuk friksohen api këti njeriut që mendon edhe nëse është i humbur. Sepse ai një ditë do të kthehet e vërteta. Madame mendon, e shtin mendjen në funksion, a i ka mu këthy një ditë e vërteta. Thot, por unë e friksohem për njeriun që nuk mendon. Këni pa do thëjnë, ka kush menon për mu. Haj, subhanallah. Edhe nëse është i udhëzuar, sepse ajo është sikur ajo fija e kashtës, të cilën gjithmonë e merr era. Që të njerëz që nuk menojnë, në këtë gjuhën e sotit, ka kush menon për mua, janë sikur fija e kashtës, që gjithmonë i merr era.
Për këtë Allah e mëshirov Muhamet El Ghazalin që na i sjell këtë shembull kaq të madh. O musliman, mendoni, fut në mendje në përdorim. Na deri tash gjithë shka kemi përdor, veç mendjen e shëndosh hala nuk e kemi futën në funksion. Për këtë arsye i kemi edhe punë që shtu tallavaj kena. Për këtë dashurit e me më ka pëlqyer shumë një hoxh nga Shqipëria, Allah e mëshirov se ka ndru jetë i vjetër, ai në ditën e xuma gjithmonë e ka bën një lutje në hutbë. Ai kishte qenë një lutje gjigante madhështore. Mirë, po nga njëherë xhamati nuk është edhe në gjendje edhe më të vlerësu vizionin tanë, të ardhmen, ku na don me i folën. Dashurit e mi, bane punën lokalisht, veç mendoni edhe globalisht mendoni, që ke punë lokale me prejkë edhe globin me prejkën. Nëse nuk mendojmë kështu dhe nuk punojmë kështu, na kemi më tret, pa lanë as një gjumë dhe pa na i ditë vlerën as kush. E a i thejke, o Zot, punët e muslimanve na i len dorën e muslimanve, sepse prej kohësh nuk i kemi pas punët e tona në dorë tona. Amanit kofti madhe Zot, punët e tona len dorë tona. Mos e len dorë të tjerve, se po kalojnë vite e kohë gjatë që kur punët e tona nuk pi krym vetë, po vjen dikush tjetër po na i kryn. Lena i madhe Zot na vetë. Madhështor është kjo dua. Kalon shumë për shtypje, po ta qef me ndo me juve. Dashurit e me, thot Muhammed Mustafaja, dhe me këtë po e përfundojmë, unë garantoj, thot, një shtëpi në skajin e xhenetit për ata që i len polemikat. O dashurit e me, jemi tu jetu në kohën e polemikave, thashethanëmve. Jemi tu jetu në kohën ku çdo kush e ngrit zërin për ta fitu debatin. Mos bëni përpjekje për ta fitu debatin, bëni përpjekje për ta përfitu zemrën e dikujt. Nuk është problem nga kush del e vërteta. Kryesora le ta kaplon masën e vërteta. Inshallah e vërteta del edhe nga kundërshtari im. Kryesorja le të përfitoj njerëzit. Thot ja garantoj një shtëpi në skajin e xhenetit për ata që është në të vërtetën. Po e le polemikën, s'don me polemizuan. Edhe nëse është në drejt. Thot e dyta, një shtëpi në mes të xhenetit ja garantoj për atë që e le gënjeshtrën edhe gjatë shakave. Ja garantoj be një shtëpi në mesin e xhenetit për t'i kanë që e le gënjeshtrën, rrenën, të bëhajgare, ke bo, të bëhajgare. Sepse besimtari është Zotin arrujt, gjithve. Kër është pyet profeti Muhammed a.s. A mund të bjen në imoralitet, muslimani thot po, mund të bjen. A mund të vjedh, besimtari thot po, mund të bjen. Edhe në këtë hajni. A mund të gënjej, të rrej muslimani, është ngrit në kamë Rasulullah dhe ka thonë, kur se si s'ka mundësi me gënjy. A di për shka për na premton Muhammed Mustafa një shtëpi në mesin e xhenetit për ata që e le gënjeshtrën të bëhen hajgare, ke po? O, që të bezban. Edhe një shtëpi në pjesën më të lartë të xhenetit për atë që ka moralin e mirë. O, Zoti i madh. Shkallë xhenetit me pejgamberë, me shuheda, ai që e ka moralin e mirë, sjelljen e mirë. Dashurit e mi, nuk është një moralitet veç me bon prostitucion. Pasha Zotin e lom, na kemi nevojë për një moral të mirë, të fjalës, të gjuhës, të paraqitjes, të sjelljes, qasjes, krejt këto janë moral. Allah na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.